Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akun me të Allah subhana, të elus dhe ati përgjërojmë që të lavdrej dhe të vegoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazgjedhe. Të ndodhë lezër, njerëzit në mes vete dalojnë në shumë qka. Njeriu prej njeriu dalojnë në shumë qka. Edhe shpesh koncentrimi për me njoft njeriun në bazë të dallimeve përmbrana Allahut, edhe në bazë të përputhshmërisë përmbrana Allahut, është një pjesë e udhëtimit të njerëzit për me njoft Zotin. Për shembull, njerëzit dallojnë shumë çka në prirjet e tyre, në kulturat e tyre, ose ndoshta edhe përcaktimet e mentalitetit e kështu me radhë. Mirë po sigur se ndoshta është absolutisht e pamundshme me mohu që njerëzit krejt i kanë dy veti të përbashkëta. Ka shumë të tjera, po du mi përmenë sot dy, që realisht do na çojnë tek rrugtimi dhe shtillimi jon. Për shembull, pyetjet për Zotin, edhe nevoja për Zotin. Pyetjet për Zotin, edhe nevoja për Zotin, domethënë, edhe kur i mohojnë njerëzit që si kanë, realisht i kanë. Domethënë, nuk ka rast njeri që nuk i ka shku mendja me vetë për Zotin, edhe për ekzistencën e tij, edhe për arsyeën e ekzistencës tonë. Kjo që njeriu kur nuk ka kalu një kapitull të historisë së tij, ose njerëzimi në tërësi, s'ka pas një periudhë, në asnjë situatë nuk ka ekzistuar një situatë edhe një periudhë që i ka mungu kjo pyetje. Pyetja tregon diçka. Pyetja na bën me menu që këtu ka diçka shumë të rëndësishme që do të më menu. Po edhe e dyta që ka të bëjë domethënë me nevojën e njeriut për lidhjen e tij me Zotin, domethënë nuk ka njeri që se ka ndje si relativ që është në nevojë për absolutin. Mirë, po jo vetëm kjo. Nuk ka njeri që se ka ndje në atë pjesën e përshpëritjes së shpirtit të tij, dëshirën për mja shpreh mallënimin edhe dashurinë atij që e ka sjellë në ekzistencë. Që kjo edhe njerëzit kur shprehen pak më ndryshe, ose njerëzit kur ndoshta bëjnë debat për me ikë kësaj, ose njerëzit kur përcaktohen kundra kësaj, megjithatë ekzistojnë. Ekzistojnë pyetjet për Zotin, edhe ekziston një lloj varfënie mrena, një lloj boshllëku mrena që përmbushet me dëshirën për lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që pashmangshëria këtyre dy vetive është një tregues i qartë që ngjarja e ekzistencës së njeriut lidhet me krijuesin e vet. Ngjarja e ekzistencës së njeriut lidhet me krijuesin e vet, ndaj domethënë jeta e njeriut tukon si jetë që ka kuptim për Allahun, për Zotin, për krijuesin. Rrjedhimisht i bie që edhe pyetja e parë dhe testi ma jeti ka më kon pikërisht për Allahun. Shoni Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është sahih prej Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i deti u kallëzu sahabëve se si ndodh procesi i daljes së shpirtit, i ngritjes së shpirtit në qiell dhe i kthimit të shpirtit pastaj tek varri. Edhe pastaj thotë kur kthehet shpirti thotë në varr, thotë fe atihi malakan, fe yujlisani. Thotë do vinë dy melek tek varri i njeriut, edhe e ulin, e marrin njeriun edhe e ulin. Fe yaqulani lahu min rabbuk. Edhe i thojnë atij kush është Zoti yt. Fe yaqulu rabbi Allah. Edhe i thot Zoti jam është Allah. Fe yaqulani lahu ma dinuk. Të dy engjëjt i thojnë kush është feja jote. Fe yaqulu dini al-islam. Feja ime është Islami. Fe yaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. Kush është ky njeri, pyetja e tretë, kush është ky njeri që është dërguar tek ju? Kush është ky njeri që është dërguar tek ju? Fa yaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thotë ajo është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulani la wa ma ilmuk? I thuat atë pikapede ose çka di ti për këtë? Thotë fa yaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqt. Pastaj thotë e kam lexuar librin e Allahut, kam besuar me të dhe i kam zon besë. E kam vërtetuar dhe ja kam pohuar atë çka ka ardhur me të. Fe yunadi munadin fi s-sama. Një thirrës tret prej qiellit. An sadaqa abdi fa afrishuhu min al-janna wa albisuhu min al-janna waftahu lahu baban ila al-janna. Robi jam e tha të vërtetën, ndaj bëjani shtrojën prej xhenetit, visheni me rroba të xhenetit, edhe hapjani një derë të xhenetit. Pastaj thot fe atihi min ruhiha wa tibiha. Edhe i vjen këtij i cili ka sukses në përgjigje, thot i vjen thot era dhe aroma dhe fryma e mirë e xhenetit. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Edhe pastaj i zgjerohet varri, po as sa mundet me pa.
po atë sa mundet me shkruaj domethënë shikimin. Pastaj thot: "Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyab, tayyibur rih." Pastaj thot pasi që e korket sukses edhe shet xhenetin, edhe i bëhet shtruaj xhenetit, thot i vën një person me fytyrë të bukur, me rroba të bukura dhe me erë të mirë. Edhe i thot: "Abshir billadhi yasurruk." Përgëzohu se ka më të ardhur diçka të kënaq. Ka më të ardhur diçka të gëzon. "Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad." Kjo është dita jote që të është premtuar. Fa yaqulu lahu man ant, dhe i thot kush je ti? Thot fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, se fytyra jote është fytyra e dikujt që vjen me lajme të mira, me hajër. Ai thot ana amaluka salih, unë jam vepra jote e mirë. Fa yaqulu rabbi aqim as-sa'a hatta arji ila ahli wa mali, e pasi thot o Zot bane kiametin që të kthehen atë tmit të familja ime edhe të pasuria ime. Në pyetja e parë është kush është Zoti yt? Pyetja e parë, kush është Zoti yt? Zoti jam, Zoti ju, Zoti i këtë krijesave është Allah subhanahu wa ta'ala. E shënon Imam Buhariu prej Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-muslimu idha su'ila fil qabr", kur muslimani të pyetet në varr, "yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah." Dëshmon se nuk ka ilah, nuk ka të adhuruar, nuk ka Zot të vërtetë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Fa dhalika qawluhu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kjo është ajo që ka thënë Allah subhanahu wa taala: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allahu i përforcon, Allahu i jep përqendrim me fjalën e fortë, me fjalën e tauhidit, me fjalën la ilaha illallah. Allahu i jep përqendrim atyre të cilët domethënë kanë besu, dhe këtë përqendrim Allahu i jep në dynjë edhe jep në ahiret. I jep në dynjë edhe jep domethënë në ahiret. Kështu që përqendrimi i parë sipas këtij ajeti fil hayati dunya është në këtë jetë. Pastaj përqendrimi i dytë është në varr wa fil akhirah, dhe në ahiret. Kështu që na e synojmë që këtë provimin me dhon inshallah. Edhe gjithë secili person që e synon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe fitimin e xhenetit të tij, padyshim e ka domethënë ëndër edhe synim edhe projekt të jetës me dhon provimin në varr. Mirë po Allahu subhanahu wa taala po na ka thonë që këtë ajet që një herë jepet kjo në dynjë. Pastaj domethënë jepet në varr. Pastaj domethënë jepet në varr. Ndaj na duhet me jetu me këtë përgjigje. Na duhet me jetu që Zoti jon është Allahu, por me mujt me pas këtë përgjigje, pastaj domethënë në varr, e që varri është domethënë destinacioni jon i pashmangshëm. Jeta e berzahut, jeta e ndërmjet stacionit të fundit të ahiretit edhe stacionit të tanishëm, kjo jeta e ndërmjet me berzahut është e pashmangshme. Tash, që kjo Zoti jam është Allahu, a është vetëm një deklarat, apo është domethënë diçka më shumë se sa kaq? Realisht ti kur thu Zoti jam është Allahu, je duke e pranuar domethënë hynishmërinë e tij. Pikërisht apo po përdoret fjala Rabb, po përdoret fjala Zot, po përdoret fjala hyni. Ti e pranon hynishmërinë e tij. Dhe kur e pranon hynishmërinë e tij, e pranon pashmangshëm denjësinë e tij për të adhuruar. Kështu që esenca e pranimit të Allahut si Zot nuk ka të bëjë vetëm me njoftën qenien e tij si krijues, por ka të bëjë me njoftë edhe me rrjedhën e kësaj njohje, që është domethënë me njoftën si të vetmin të adhuruar të vërtetë. Kështu që çysh mumina me ardh deri te kjo deklarat, ose nëse kena ardh deri te kjo deklarat, çysh e kena njoftë në Allahun subhanuhu teala, këtu në libër na thot kush çysh e ke njoftë Allahun, thotë e ke njoftë Allahun me shenjat edhe me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. E që shenjat dhe krijesat janë parafërsisht domethënë sinonime. Mirë po përdoren domethënë në dy fjalë për disa dallime të vogla që nuk kisha pas dëshirë me ngarku ligjëratën. Domethënë shenjat edhe krijesat e Allahut subhanahu wa taala që na arrim me i përkap me shqisat e tona, përbëjnë në tërësi botën e krijuar. Përbëjnë në tërësi botën e krijuar. Që i bie, ne i takomi botës së krijuar, botës relative, dhe me botën e krijuar dhe relative rrim tek njohja e absolutit te bareke o taala. Që do thot, bota relative na dërgon tek absoluti. Dhe na mumi me e perceptu, qatë sa mundët me e përballu domthonë bota relative. Ndaj, qiej, toka, nata, dielli, dita, hana, kështu me radhë janë krijesa madhështore tek bota relative. Për arsye, bota relative është shumë e gjanë, ka lloj-llojshmëri, mirë po kur vjen ato fol për Allahun subhanuhu teala, ne fokusohemi tek
Domethënë theksimi edhe spikatja e krijesave më madhështore të botës relative. Për ta kuptuar pastaj madhështinë atij i cili ka krijuar, domethënë krejt këtë botë të madhe, domethënë relative. Kështu që nëse vetëm këto krijesa, në vëllezër, meditohen, vërejtohen, analizohen, ose i lëshojmë syt qiejve, ose domethënë menomi për madhështinë e krijimit të Allahut Allahu subhanahu wa taala tek qiejt e tokës kështu radh, janë të mjaftueshme për me kuptuar madhështinë, ekzistencën dhe denjësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vetëm në saj të kësaj teme, që domethënë çdo shenja janë të mjaftueshme, e kupton se sa fajtor është njeriu kur nuk e njeh Allahun dhe nuk e adhuron. Dhe e kupton se pse ka me pas çasti dënimit dëmshëm. Domethënë mukon shenja e Allahut, qielli, edhe prapë mos më njoft ai që ka kriju qiellin. Edhe prapë mos më adhuro atë i cili ka kriju qiellin. Domethënë shumë je fajtor që nuk e ardente njohja, edhe domethënë bindja edhe adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ashpërsia e dënimit në amshim është drejtësi. Allahu dënon ashpër, se domethënë shumë domethënë e ke injoruar qartësinë e pashmangshme që e ke pas gjithandej. Gjithandej që e ke pasën qiej, toka, detna, dita, nata, hana, dielli e kështu me radhë. Kështu që në Kur'an shumë shpesh bëhet thirrja, e meditimit të krijimit të qiejve dhe të tokës. Dhe këtu kisha pas dëshirë me analizuar një fakt. Shpesh na nuk përfitojmë pi Kur'anit sepse na mungon një metodologji e mirëfillt të përfitimit. Qysh është e mundur që ka shpesh në Kur'an mu përmend tema e qiejve dhe tokës, për neve mos më konë temë e përditshme. Për neve mos më konë një temë ose një investim i rregullt me investuar në imanin ton, besimin ton, të medituar qiellin edhe tokën. A është i qartë? As më tepër Allah subhanahu wa taala thot inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Thot në qiell dhe tokë ka shenja, ka argumente, në qiell dhe tokë ka argumente dhe shenja për besimtarët. Që i bie domethënë ti që je besimtar, ti që e ke rregulluar çështën e besimit, ti duhesh me investuar me sforcu këtë besim. Në vazhdimsi me menu domethënë këtë krijimtari madhështore edhe me ndjem madhështinë atij i cili te barekuhu teala domethënë i ka sjellën në ekzistencë. Kështu që kisha pas dëshirë në vizuar sepse këtë duhet me sqaruar diku më xhan, domethënë është ibadet kjo me pas pjesë të jetës, pjesë të përditshmërisë, do të thotë me do momente të caktuara me këshyr qiellin, me mojt syt ka qielli, me meditu të këshyr qiellin, edhe domethënë me esforcu besimin tonë në Allahun subhanahu wa taala dhe madhnimin tonë për Rabbul Alaminin te bareke wa taala. Thot Allahu subhanahu la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Thot krijimi i qiejve dhe i tokës është çështje më e madhe, dhe pse Allahu këtë janë të lehta, po si krijimtari. Thot krijimi i qiejve dhe i tokës është më e madh sa me kriju njeriu. Më e madh sa me kriju njeriu. Thot mirë, po shumica e njerëzve nuk e dinë. Shumica e njerëzve nuk e dinë, domethënë shumica e njerëzve që këtë fakt madh nuk e shohin, që këtë argument madh nuk e shohin. Kështu që i bie që njeriu është domethënë parimisht i parasituar. Parimisht i parasituar kur ai gjendet me gjithë këto shenja dhe ignoron. Me gjithë këto shenja edhe domethënë i ignoron, mirë po njerëzit bazën e kthimit tek Allahu dhe njohjes për të, edhe adhurimit të tij e kanë arsyeën e shëndosh. Ndaj Allahu subhanahu wa taala e përmend që njeriu me arsye të shëndosh, kur mediton qiell tek qiejt e Allahu subhanahu wa taala dhe tek toka dhe krijimi, me do mos ka marrë një rezultat. Thot Allahu subhanahu wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Njerëz të arsyeshëm meditojnë dhe vërejtojnë krijimin e qiejve dhe tokës, edhe thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dhe thonë o Zot, ti nuk e ke kriju këtë kot. Nuk e ke kriju kot. Domthon i shtohet bindja që ekzistenca e ka një domethënie. I shtohet bindja që ekzistenca është domethënë një domethënie e cila bën ndesh me kotësinë. E bën ndesh me lojën, bën ndesh me hajgarën, bën ndesh me të qenë pa kuptim. Edhe kjo pa kuptim, edhe pa qëllim, edhe pa sens, kjo nuk i përshkruhet domethënë krijuesit absolut Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ajo që më shumti e heq domethënien e kotësisë të ekzistencës, është ajo që përmendëm në fillim, që tham, çdo njeri e ndjen nevojën për lidhjen me absolutin. Dhe që kjo ndjenja që ti e ndjen për mu lidh me absolutin, duke e madhnu dhe duke e dasht, në termet e shariatit quhet ibadet. Në termet e çfarë është ibadeti në gjuhën arabe? Ibadet, pa hitaj definicioni fetar. Ibadeti është ku bëhet bash dashnia kulmore me madhnimin kulmor. Dashnia kulmore me madhnimin kulmor. Që ky madhnimi kulmor është domethënë madhnimi që rrjedh prej relativit për absolutin që ka kriju. Edhe që kjo dashnia kulmore është dashnia e këtij i cili s'ka ekzistuar
dhe në saj të begatisë, sa ati që e ka sjellë në ekzistencë, domethënë ekziston. Kur bëhet bashk dashnia kulmore me madhnimin kulmor, që kjo është domethënë esenca dhe thelbi i ibadetit. Që i bie veç ibadeti mund të mja hekën, domethënë domethënien e kohë domethënë ekzistencës. Nëse mungon ibadeti, atëherë domethënë sikur pohohet domethënë që do thotë ekzistenca është e pakuptim. Kështu që e vetmja lidhje vërtet e relativit me absolutin është ibadeti. Më nuk mundesh me menu ndryshe lidhjen e robit me krijuesin, lidhjen e njeriut me Allahun vetëm në saj të ibadetit të krijesës për Allahun. Pse? Sepse relativi natyrshëm e madhnon absolutin. Është e natyrshme kjo. Është e natyrshme ti si krijesë e varur, ti si krijesë do thotë relative me madhnu absolutin, saksisht i kufizuari e madhron të plotfuqishëm. I kufizuari natyrshëm është kjo. Përderisa i kufizuar e madhron të plotfuqishëm. Si dhe relativi është realisht i varur për absolutin. Domthonë ti je i kufizuar dhe vepron sipas përcaktimeve të absolutit. Domthonë edhe varësitë tua fizike, edhe varësitë tua biologjike, edhe dëshirat e tua, edhe jeta dhe vdekja, këto janë varura mbas përcaktimit të absolutit. Edhe kjo është shumë e natyrshme që të pastaj domethënë ti e shpreson edhe ki lidhje me të. Domethënë je në një ngjarje që e ushqen ndjenjën për lidhjen me të, sepse natyrshëm relativi pret dhe shpreson për absolutit. Pret, përderisa ti je i varur për përcaktimeve të tij, atëherë edhe çfarë është ka synon, edhe çfarë është ka ke frikë, edhe çfarë është ka përmbush jetën tonë, që jep domethënë jetës tonë, që jep domethënë jetën tonë, shëndetin tanë, gjithçka që ka të bëjë me ty, edhe ajo varet për atij dhe ti e shpreson. Dhe kur e shpreson, edhe e madhnon, edhe i varur, nëse veç e kthen këta në jetë, atëherë me madhnim e me dashni e adhuron. Me madhnim edhe me dashni, domethënë e adhuron Allahun subhanahu wa taala, sepse domethënë nëse relativi nuk e ka përcaktuar fillimin e tij, atëherë nuk e përcakton as vazhdimësinë e tij. Dhe rrjedhimisht ai i cili e ka përcaktuar, Allahu te baraka taala, fillimin ton të ekzistencës, prej tij varet edhe vazhdimësia jonë e ekzistencës dhe rrjedhimisht ti je tankoni lidh me ta. Tankoni lidh me ta. Veç tash ti e kthen këtë lidhje në lidhje të vullnetit me dashni dhe me madhnim, apo e le vetëm në lidhje të ekzistencës. Nëse e le vetëm në lidhje të ekzistencës, ti ekziston sikur këtë kafsht. Ti ekziston sikur se krejt krijesat. Kur e kthen me vullnet me dashni dhe me madhnim, atëherë domethënë lidhja jote kthehet në përpjekje për m'i ofruar Allahut dhe rrjedhimisht pastaj domethënë është ibadeti që ne ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kur bëhet madhnimi i përkryer, dashnia e përkryer bashk, edhe i kushtohen Allahut subhanahu wa taala, na këtë domethënë e quajmë ibadet. Thot Allah subhanahu. O min ayatihi al-lejlu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Për shenjave të Allahut janë nota, dita, dielli edhe hana. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Mos i bëni sejdë, mos u përkulni para diellit edhe para hanës. Mos i bëni sejdë diellit edhe hanës. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Thot mirë, po bëni sejdë Allahut që i ka kriju diellin, hanën, ditën edhe natën. Domethënë, në parim, logjika është që shenjat dhe krijesat e Allahut do të më çutë Allahu. Shenjat dhe krijesat e Allahut do të më çutë tek Allahu. Tash shtohet pyetja. Nëse adhurohet dikush tjetër krahas Allahut, me gjas adhurohet një prej shenjave ose krijesave të Allahut. Kurse esenca dhe logjika është me u adhuru ai i cili ka sjell këtu në ekzistencë edhe i ka krijuar që është Allahu te bareke ve teala. Ndaj kushdo që mediton vëllaznik, ose kushdo që studion pak më shumë, ose ka dije, ose thellohet në shkencë, realisht s'ka kurfar logjike që mu largu pi Allahut. S'ka kurfar logjike mu largu pi Allahu subhanahu wa taala nëse studimi i tij është domethënë objektiv. Ndaj na domethënë pa kurfar dyshimi e konstatomi atë çka e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Dy ajete pas dy ajetit që flet, shikoni domethënë shenjat e Allahut, diellin, hanën, natën, ditën, mos i bani sejdë as kujt tjetër përveç Allahut, i cili ka kriju këto, mos duhet të thotë Allahu azza wa xal, fe inistakbaru. Nëse ata bën mendjem mëdhaj. Nëse ata bën kryenaç. Pse përmend Allahu kryenësinë edhe mendjemësinë? Sikur i bie, domthon këtu s'ka debat më. Ky veç ote çumë i noti. A është qartë? Këtu s'ka më debat. Domthon Allahu subhanahu wa taala na jep një shenjë që shumica e përcaktimit kundër Zotit ose mos adhurimit Zotit nuk është mosbindje, është kryenësi edhe inati. Thot Allah azza wa jall, "Falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun." Nëse këta bëhen mendje me Allahu, tek ato krijesa që janë tek Allahu, ditë natë madhojnë Allahun edhe nuk lodhen. Kështu që mosbesimi i njerëzve mos të madh është kryenësi.
është domthon kokëforci, është domthon inati edhe është mendjemësi. Mirë po shtohet pyetja. Kryenetësia a ndron realitetin? Domthon nëse dikush është kokëfort përballë një realiteti, a ndrohet realiteti? Për shembull, nëse dikush fjala bie për shembull bëhet kryenet që edhe ditën thotë nuk ka ditë, është natë. A ndron realiteti? Ose në pranver thotë nuk ka pranver, është domethënë dimër. Domthon ti e pohon, ti bëhesh kokëfort, ti bëhesh kryenet, ti lyp argument për ditën gjatë ditës. Ti lyp argument për natën. A më kjo nuk e ndron realitetin? Kjo nuk e ndron realitetin që nata është natë. Edhe dita është ditë, edhe pranvera është pranver. Kështu që domethënë në realitetin nuk ndron, kush është Zoti jot? Zoti jot edhe jemi dhe gjithë është Allahu Azza wa Jall, cilin ne adhurojmë. Që kjo është realiteti më i madh. Realiteti që e pranon Allahun dhe adhuron Allahun subhanahu wa taala. E një Allahun dhe adhuron Allahun te baraka wa taala. Vazhdon hadithi që fillum më herët me citu. Pastaj ky shembull i parë ka shembulli i atij i cili ka sukses në përgjigje. Thotë wa atihi malakan fi yujlisani. Tjetrit vijnë dy melek edhe ulin, fa yaqulani lahu man rabbuk, fa yaqulu ha la adri. Ata i thonë kush është Zoti jot? Ai thotë nuk e di. Nuk e di kush është Zoti jot. Thotë fa yaqulani lahu ma dinuk, fa yaqulu ha la adri. Thotë kush është feja jote? Thotë nuk e di. Edhe pastaj thotë fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, fa yaqul ha la adri. Apo se thotë kush është ky burrë i shoh dërguar te kjo? Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai thotë nuk e di. Realisht kush është Zoti jot? Kush është feja jote? Kush është pejgamberi jot? Njerëz edhe shumë pabesimtar të largët kanë pas një përgjigje, kështu që e kanë ditë, apo një nime e kanë pas për këto tema. Më po mosjetësimi i mirëfill i ka bërë që në varr me thonë nuk e di. Mosjetësimi i mirëfill i ka bërë që në varr me thonën nuk e di. E pastaj thot feyunadi munadi min as-samai an kadhaba fafrishu lahu min an-nari waftahu lahu baban ila an-nari fayatihi min harriha wa sumumiha. Thot pastaj thot vën një thirrje prej qiellit dhe thot ky e tha të pavërtetën, gënjeu, domethënë e mohoi Allahun subhanahu wa taala, Islamin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bëja një shtrojën prej zjarrit, hapja një derë drejt zjarrit, edhe prej dyerve të zjarrit, prej dyerve të varrit i vije domethënë nxehti, edhe do thot flaka e xhenemit, wa yudayqa alayhi qabru hatta takhtalifa fihi adla'u. Thot dhe i ngushtohet atë shumë varri derisa thot fillojnë do thot të gërshëtohen ose të hinë mes veti thot brit. Thot wa yatihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Thot pastaj thot i vjen një njeri i cili ka një pamje shumë të shëmtuar, edhe ka një rroba shumë shëmtuara, edhe ka një erë shumë të keqe. Fa yaqul abshir billadhi yasu'uk. Pritet tash kametar dhe është aty se nuk të gëzon. Ajo që ty ka me ta bo, do thot fatin e zi, hadha yawmuku alladhi kunta tu'ad. Kjo është dita që të është premtuar. Dita që të është premtuar. Fa yaqul man anta? Thot kush je ti? Thot fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharr, se fytyra jote fytyra dikujt që vjen me sharr, me të keqe. Fa yaqul ana 'amaluka al-khabith. Unë jam puna jote e keqe. Unë jam puna jote e keqe. Fa yaqul rabbi la tuqim as-sa'a, wa zot mos e bën kiametin. Mos e bën kiametin që ta duroj bile çiket, po mos të vije puna për, domethënë për ahiret. Kush është Allahu subhanahu wa ta'ala? Thot Allahu te baraka wa ta'ala, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Thot Zoti juaj është Allahu që ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 ditë. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Pastaj është ngritur Allahu mbi arshin e tij. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot nata e mbulon ditën edhe e kërkon një tjetrën, domthon kryet dita dhe nata, dhe dielli dhe hana dhe yjet, kretat janë në nënshtrimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot ala lahu al-khalqu wal amr. Thot dinë se të Allahut janë krijimi edhe vendimi dhe sundimi. Keni vëmendje të çka pjesa e fundit, domthon ala lahu al-khalqu wal amr. Allahut të Allahut ose Allahut i takon krijimi edhe i takon sundimi. Çka i bie? A ka mundësi krijimi dikush tjetër krahas Allahut? Nuk ka. Apo? A ekziston sfida e përhershme deri në kiamet me pru me kriju diçka? Qoftë edhe në mis, qoftë edhe në miskoj, qoftë edhe në diçka të vogël. Tamam. Nëse ti e ke kuptuar që s'mundet kurkush me kriju përveç Allahut, atëherë me që Allah është krijuesi vetëm, te bareke ve taala, atëherë atij takon edhe vendimi, sundimi edhe gjykimi. Ala lahu al-khalqu wal amr. Atij takon krijimi, ama atij takon vendimi. Atij takon vendimi. Ndaj na domethënë e përgjigjmë kësaj. Kush është Zoti jot?
Zoti jam është Allahu të cilit i bindem. Domethënë, e para që e ki pranu hinishmërinë, të lumt. E ki kuptuar që du të më adhuru, të lumt. Dosh me kuptu tash që përgjigja Zoti jam është Allahu, i bie Zoti jam është Allahu të cilit i bindem. Zoti jam është Allahu të cilit i bindem. Përdesa e besoj për krijues, e besoj edhe për ligjvënës. E besoj edhe për sundues. E besoj që në krijimtarinë e tij, edhe të krijesat e tij, edhe të kozmosit e tij, ai vetët. Ai vetët, ai vendos. Ai përcakton. Ndaj domethënë, ai na urdhënon me adhuru, ne adhurojmë. Ai na ndalon për diçkaje, na atë ndalesë konsideromi haram. Edhe më na leju 100 ligje të tjera. Edhe mundomu edhe kena obligim me u largu pjesë ndalesë dhe atë çka Allahu na i thon halal, na i konsideron halal, na e konsideromi halal. Edhe domethënë e konsideromi vetëm të lirë për ta vepruar. Domethënë pjesë e çesaj pjesë e çesaj pyetje, kush është Zoti jot? Është Zoti jam, cilin? Zoti jam është Allahu, i cili më ka kriju. Kujdeset për mua. Zoti jam është Allahu, i cili na adhuroj. Zoti jam është Allahu të cilit i bindem. Sepse domthon atij i takon krijimi, atij i takon edhe vendimi. Thot Allahu subhana, la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allahu nuk pyetet për çka bën, ama ju keni më pyet për ti. Allahu nuk pyetet pse. Allahu nuk pyetet sepse është absolut. Absoluti nuk pyetet. Mon kush mundet me pas denjësinë me pyet absolutin pse ç'është. Nuk ka kurkush që mundet me pas drejtën me pyet absolutin te barekuhu teala pse. Absoluti i vet krijesat pse. Absoluti i vet, domethënë i merr në pyetje sepse absoluti është krijuesi dhe dhuruesi i ekzistencës. Kështu që ti kur s'del pi borxhit, ti kur s'del prej gjendjes së varësisë, sepse ekzistenca jote është dhuratë. Edhe ai që ta ka dhënë dhuratë mundet me vetë, me të marrë përgjegjësi dhe me të marrën në llogarinë ditën e gjykimit. Kështu që na mirë me pyetje nga ai, sepse na janë relativet, na janë krijesat e tij dhe na janë robët e tij. Ndaj domethënë pjesë e përgjigjes kush është Zoti jot? Zoti jam është Allahu, e unë jam robi i tij. Jo domethënë me pranu Allahun subhanahu wa taala thjesht si një arritje mendimit mirëfillt me kuptue që ekzistenca e ka një fuqi absolute që e ka prunë në ekzistencë. Jo. Na janë robët e tij. Dhe na pjesë të qenit robër të tij, është që domethënë jetomi sipas domethënë ligjeve të tij, sipas rregullave të tij, sipas urdhëresave të tij, e kështu. Thot Allahu subhanahu fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Pasha Zotin tënd, i thot Allahu subhanahu wa taala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo që bën në këtë formë pasha Zotin tënd për me nderu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasha Zotin tënd kena mi vret këtë. Kena mi marrë pyetje krejt. Thot amma kanu ya'malun, për çka kanë punu. Çka është kjo pyetje për çka kanë punu? Ibn Qayyim i thot në pjesën e selefit kanë thonë që kjo çka kanë punu është la ilaha illallah. Është fjala la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pasha Zotin tan këtë kemi vetë për këtë fjalë. E kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala dhe e kanë njësuar Allahun subhanahu wa taala, mos më adhuru kërkan tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu te baraka wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Është bë i afërt edhe nga të kanë, domethënë ju kanë heshu xheneti për njerëz të devotshëm. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, njerëzve të devijum, xhehenemi kam ju shfaq. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun. Ai thotë ku janë ata që keni adhuruar? Ku janë ata që i keni adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala? Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun? Ata që keni adhuruar krahas Allahut, a mundën me ju ndihmu apo a mundën me dal ata nga ndihmtar? Çka vazhdon mas dy ajeteve? Mas dy ajeteve të këtij pasazhi, thot Allah subhanahu. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Tu kon xhehenem, tash se kanë kry provimin, kush o Zoti jot? Kush o feja jote? Kush o pejgamberi jot? Thot tu kon xhehenem, këta kapën mes veti edhe e bojnë një debat. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Pasha Allahun i na kanë me një humbje shumë të madhe. Pasha Allahun i na kanë me një humbje shumë të madhe. Cila është e humbje shumë e madhe? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ju kena barazu me Zotin e krijesave. Domethënë, çto është esenca e devimit. Në vetë që kupton që Zoti i këtë krijesave, edhe kurkush më pikesave se meriton adhurimin për Allahu subhanahu wa taala. Kurkush nuk e meriton me u bind tu e prish domethënë bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ata të cilët e kanë barazu të adhuruarit, domethënë të adhuruarin Allahun subhanahu wa taala, kanë barazu me dikë tjetër ose dikë tjetër krahas Allahut e kanë adhuruar, ose në një formë për formave e kanë barazu dikë me Allahun subhanahu wa taala, domethënë kanë devijuar me një devim të qartë. Shtrohet pyetja, këta që po thonë idh nusawwikum bi rabbil alamin, ne ju kemi barazu jo me Zotin e botave. Ai kanë barazu të adhuruarit
në çështjen e krijimit, furnizimit, jetës, vdekjes, me besu se dikush jep jetë krahas Allahut, jep vdekje krahas Allahut. Nuk e kanë barazu këto, thotë Ibn Qayyim rahimahullah. Njerëzit kur adhurojnë dikë tjetër krahas Allahut, ose e marrin dikë tjetër për ligjvënës krahas Allahut, nuk e barazojnë atë te çështja e krijimit, e furnizimit të kështu me radhë. Po du me citue fjalë për fjalën e Ibn Qayyimit, kur ndjes nëse është më gjatë, mirë po besoj e përmbledh këtë pjesë. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah. Thotë në të vërtetë ata thotë i kanë barazuar të tjerët krahas Allahut fil hubb, çështën e dashurisë. O fi ta'alluh, edhe në çështën e hynizimit edhe të adhurimit. Wal khudu'i lahu wa tadhallul, edhe në çështën e nënshtrimit edhe përulësisë. Madhnem, dashni për ulje, cilat në një formë të caktuar ja kanë përshkruar dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot wa hadha ghayatul jahli wal dhulm. Kjo është thot fundi edhe kulmi i ignorancës së zullumit. Me barazun dashni, madhnem edhe në adhurim dikë tjetër me Allahun subhanahu wa ta'ala. Fe kejfe ju sewet turabu bi rabbil arbab. Qysh munët mu barazu dheu me Zotin e Zotnave? Qysh munët mu barazu dheu? Shka munët mu konë? Thot, wa kejfe ju sewwa el abidu bi maliki rriqab. Qysh munët mu barazu robrit me ati cili i ka ndorë qafat e tyne? I ka shpirtat e tyne? Shpirtjat ndorë të kujtë? Ose nëse o të urdhnu dikush në familje me mos më bindë Allahut ose me lanë adhurimin e Allahut. Do të thonë çish mund ku ka logjik, do të thonë me u bind robit për mu largu pi Zotit robit. Apo? Pastaj thot o kayfa yusawwa al-faqiru bi-dhat ad-da'if bi-dhat al-'ajiz bi-dhat al-muhtaj bi-dhat alladhi laysa lahu min dhati ila al-'adam bil-ghani bi-dhat al-qadir bi-dhat alladhi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa wujuduhu wa ihsanuhu wa 'ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhu al-mutlaq at-tam min lawazim dhati. Do të shmund mu barazu dikush që qenia e tij është e dobët, qenia e tij është e pafuqishme, qenia e tij është e varur, qenia e tij është në esencë kon s'ka ekzistuar hiç. Me dikë që qenia e tij është e pasur, qenia e tij është absolute, qenia e tij është pa fillim, pa mbarim. Edhe qenia e tij e pakufishme është, domethënë që nuk largohet, nuk shmanget pi natyrës së vet. Mos qenia çish mund të relativi mu barazu me me absolutin të bareke wa ta'ala. Thot, fe eju dhulmin aqbahu min hadha. A ka zullum më të poshtë sa që kjo? Me barazu robin me Zotin. Thot, wa eju hukmin ashaddu jawran min. A ka një vendim, një përcaktim më të poshtë sa kjo? Më të padrejtë se kjo. Haythu adala man la ida lahu bi khalqi. Thot, ku barazohet dikush që s'mundet mu barazu kërkush me ta. S'mundet mu barazu kërkush me ta. Thot, sikur që ka thonë Allah subhanahu, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Falëndrimi takon Allahut që ka kriju qiellin dhe tokën, ka bë errësirën dhe dritën. Pastaj thot, pabesimtarët e barazojnë dikë me kët, që ban natë, ban ditë, ban qiell, ban tokë. Thot, fa'adala al-mushriku min khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur biman la yamliku li nafsihi wala li ghayri mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard. Thot, shkon idhujtari, shkon politeisti, shkon pabesimtari, thot dhe e barazon dhe largohet për atij i cili ka kriju qiellin dhe tokën dhe e ka bë natën edhe ditën, e barazon me dikë i cili nuk zotron, nuk posedon asnjë grimc në qiell dhe në tokë. As në qiell dhe në tokë nuk ekziston një grimc që është në dorë tonë. Ajo krejt është domethënë dorë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa ya laka min adlin tadamman akbara adh-dhulmi wa aqbaha. O çfarë barazimi është ky barazim që ka padrejsinë më të keqe dhe më të shëmtuar. Kështu që kush është Zoti yt dhe kush janë këta që po i barazojnë me Allahun. Kush është Zoti yt është absoluti. Kush është tu barazu me Allahun subhanahu wa ta'ala? Kush është barazu me Allahun subhanahu wa ta'ala? Thot Allah ta'ala: "Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum." Thot Allah azza wa jall, është ai i cili e ka bërë qiellin, e ka bërë tokën, e ka bërë tokën të rrafshë dhe ka bërë shtroj për juve. Edhe e ka bërë qiellin, e ka ndërtuar, e ka bërë sikur se të jenë ndërtesë. Dhe prej qiellit e ka zbrit ujin. Edhe me ujin thot Allah azza wa jall u ka bërë, domethënë juve më ju dalën, domethënë bimët. Keni momentin, a ekziston jeta jon pa bim? Jo. Kush e ka përcaktuar bimën? Është ky i cili e lëshon shiun. Ai është bë bima pa shiun. Kush është ky që e ka bë tokën kësaj të mundshme me jetu? Kush e ka bë kësaj qiellin?
Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Mos I përshuni Allahut rival edhe ortak, ju e dini. S'mundet me pas ortak. S'mundet me pas rival, se kurkush s'mundet mi bë çto. S'mundet mi bë kurkush këtu. Qysh po I përshuni Allahut dhe ju e dini. Kur thot Allah ju e dini, neve Allah na siguron se na ç'shtu do të mi pa. Qofshin edhe familjarët e tonë, qoftë edhe dashit e tonë. Këta e dinë se s'mundet me pas Allahu ortak. Këta e dinë se s'mundet me pas rival Allahu te bareke taala, sepse ju e dini se s'ka kurkur si Allah. Se ju e dini se s'ka kurkur si Allahu subhanahu wa taala, kështu që kush është Zoti yt, Zoti jam është Allahu subhanahu wa taala, cilit ja kushtoi të gjitha adhurimet. Përderisa I s'ka ortak në krijim, s'do të më pas ortak edhe në adhurim. Kështu që po se po e adhuroj, po se po I bindem, po se po do thot I nënshtrohem, mirë po padyshim domethënë e veçoj me të gjitha adhurimet. E njëjësoj me të gjitha adhurimet. Kështu që kurdo që na e vërtetojmë që një adhurim, një vepër, një praktik është adhurim, për neve është aksiomatike dhe pashmangshme që kena mja pohu edhe mja kushtu vetëm Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, qoftë për adhurimeve të zemrës, sikur që është frika, sikur që është shpresa, sikur që është tevekuli, sikur që është domethënë pendimi, këto ja kushtojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ose për adhurime me gjuhë, qoftë kërkimi ndihmës, qoftë kërkimi mbrojtjes, qoftë domethënë zotimi, këta ja kushtojmë Allahu subhanahu wa taala. Ose për adhurime me gjymtyr, qoftë domethënë qurbani, qoftë namazi, qoftë haxhi, këta I kushtojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala, e që I kushton Allahut, çfarë do thotë? Bëhen me përpjekje në shenjë adhurimi për Allahun, në përpjekje për t'u afruar atij dhe për ta fituar shpërblimin e tij. Bëhen në shenjë adhurimi, domethënë frika për neve çysh është, domethënë në shenjë adhurimi ne I friksohemi Allahut subhanahu wa taala, edhe domethënë me këtë frikë përpiqemi me afru Allahut subhanahu wa taala, edhe shpresojmë domethënë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë bëhen vetëm për Allahun. Çka vetëm domethënë, nëse I kushton dikujt tjetër krahas Allahut, përbën shirk dhe dalet për fesë Allahu subhanahu wa taala, dhe me këtë njeriu bëhet mushrik dhe nuk I meriton pastaj të thot emrat dhe privilegjet e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, lutja drejtuar dikujt tjetër krahas Allahut. Lutja drejtuar dikujt tjetër krahas Allahut. Thot Allahu subhanahu: "O me yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Thot kushdo që I lutet dikujt tjetër krahas Allahut, e për këtë ai s'ka argument. E për këtë ai s'ka argument, s'mundet me e vërtetu, s'mundet me e dëshmu. Thot fa inma hisabuhu 'inda rabbi. Do e mos padyshim llogaria e tij te Allahu, te Zoti I vet. Innahu la yuflihu al-kafirun. Ai nuk u jep shpëtim pa besimtarëve. Ai nuk u jep shpëtim pa besimtarëve. Vini re te çka ajet. Allah thot: "O me yad'u ma Allahi ilahan akhar." Kush lut dikë tjetër krahas Allahut, me Allahun. Që I bie domethënë Allahu po e pon që ky e lut Allahun, po nuk e veçon. E lut Allahun, po nuk e veçon, nuk e lut vetëm Allahun, e lut Allahun dhe dikë tjetër. E lut Allahun, beson Allahun, e shpreson Allahun, po edhe në situata të caktuara I lutet atë dikujt tjetër krahas Allahut, doni të vdekurit ose doni profetit ose doni evlia ose kështu me radhë. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? La burhana lahu bihi. Ky s'mundet me argumentu, s'ka shans, ky me pru argument që kjo nuk qëndron. Kush nuk qëndron? Nuk qëndron mu lut Allahut dikush tjetër krahas Allahut. Nuk qëndron, kjo s'ka shans mu argumentu. As me logjik, as me fe, as me kurrë. Thot fa inma hisabuhu 'inda rabbi. Llogaria e tij ka më kontë Zoti vet. Kjo formë e kërcënimit. Kemi dhënë llogari për këtë punë. Që kjo që e lut Allahun dikën tjetër, ka marrë ditë që kemi dhënë llogari, innahu la yuflihu al-kafirun. Ai nuk I jap shpëtim, domethënë pa besimtarëve, po I pohon dy gjëra. Llogaria është pa suksesshme, domethënë për të. Nuk ka më dhënë prodhimin. Ka më qenë pa shpëtim. Mirë po çën tok Allahu po jap emrin pa besimtar. Mo nuk po thot këta që kanë deviju. Këta që janë pa besimtar sepse e kanë lut dikën tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kush është Zoti yt? Zoti jam është Allahu, të cilin e veçoj me lutje. Të cilin e veçoj me adhurim, e në veçanti e theksomi të çështja e adhurimit, çështjen e lutjes, sepse lutja përbën do thot pjesën më themelore të, domethënë të adhurimit. Saktësisht lutja është ndoshta koncepti më themelor që e përcakton botkuptimin e ibadetit. Botkuptimin e ibadetit derisa vën si sinonim I ibadetit. Derisa vën edhe si sinonim I ibadetit, thot Allah te baraka wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti juaj ka thënë, ju lutni mua, unë ju përgjigjem. Ju lutni mua, unë ju përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ata të cilët bëhen mendje mëdhaj, çojnë krye dhe nuk më adhurojnë. To s'ka thonë nuk më lutën. Nuk më adhurojnë, thotë se yadkhuluna jahannama dakhirin, kanë hyrë poshtrum xhehenam. Çka në kuptojmë pishtë ajeti? Allahu subhanahu wa taala po na thirr me lut.
E po na ka thonë, nëse s'm lutni, i bie që ju s'm adhuroni. Ktu lutin e ka quajtur ibadet. E ka quajtur ibadet sepse është pjesa më themelore, domethënë, e përcaktimit të, domethënë, të fetarisë, saktësisht braktisja e lutjes i bie braktisja e adhurimit dhe mos njësimi Allahu subhanahu wa taala në lutje i bie, domethënë, përshkrimi më i keq, më i poshtë, do thotë, që i bëhet Allahut te barekuhu teala, domethënë, shirk. Kështu që kjo do të më nënvizu për arsye se një pjesë e madhe e njerëzve që i atribuojnë Islamit, e njerëzve që i përshkruajnë Islamit, e njerëzve që janë me prejardhë islame prej zonave në zonë, domethënë pjesën më të keqe të çështja e shirkut e kanë çështjen e lutjes. Çështja më të keqe të çështja e shirkut e kanë çështjen e lutjes. Kështu që nëse na i lutemi vetëm Allahut, nëse na thomi Zoti jon është Allahu, cilin e besojmë për Zot, për krijues, për plotfuqishëm. Zoti jon është Allahu subhanahu wa taala, cilin adhurojmë. Zoti jon është Allahu, cilit i bindemi. Zoti jon është Allahu, cilin e veçojmë me lutje, atëherë përderisa e veçojmë me lutje, e veçojmë me shpresë edhe me frikë. Se atë cilin të lutje shpreson, edhe ki frikë domethënë prej tij, ndaj domethënë shpresa dhe frika. Pasi që ngrehet adhurimi dhe lidhja mbi bazën e dashurisë, shpresa dhe frika është domethënë ekuilibrimi i krejt përpjekjes drejt Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu te barekuhu teala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kushdo që synon takimin me Zotin e vet, një të bëjë punë të mira edhe mos t'i bëjë shirk Allahut. Një të bëjë punë të mira edhe mos t'i bëjë shirk Allahut, sikurse Allahu subhanahu wa taala tregon që shpresa është përcaktimi fillestar i besimit në Allah. Është përcaktimi fillestar. Do thonë ti më kthy Allahu, dush me shpresu Allah. Dush me shpresu Allahun subhanahu wa taala, kështu që pse bëjmë na vepra të mira, nuk i bëjmë shirk Allahut, sepse domethënë e shpresojmë takimin me Allahun subhanahu wa taala. Ku nisi rrugtimi jon këtë ligjërat në këtë shtellim? A nisi te lidhja e relativit me absolutin? Po çu kjo, domethënë do të më shpresu. Edhe kur e shpreson ti e vendos më kthy dhe më pendu. E vendos me u kthy edhe më rreshtu sakt. E vendos domethënë me e shpresu Allahun subhanahu wa taala. Kështu që sa më shumë që e shpreson Allahun, çaq më shumë afrohesh tek ai. Sa më shumë që e shpreson Allahun, çaq nuk mundesh me largu prej tij. Edhe çaq më shumë që e shpreson Allahut, e mbush çat boshllëkin që përmendëm në fillim, që ka relativi për absolutin. Dhe kjo bëhet me shpresën dhe esenca e veprës është shpresa. Na bëjmë vepra të mira tu shpresu Allahun. Afrimin tek ai, edhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo i duhet shumë besimtar të jetë dhe në përcaktimin e vet. Kështu që nëse përcaktohesh sakt për me adhuruar Allahun subhanahu wa taala, për me u bindur Allahut te barekuhu taala, edhe në null, sidomos në fillim të vinë ato cytje të përcaktimit, se kemi pas ballafaqime, kemi pas sfida, apo çysh je përcaktu? Çysh je përcaktu? Që jam të adhuroj Allahun, jam të u bindur Allahut, se e shpresoj Allahun, që ashtu dush më përcaktu, më mbështet Allahut për me kapërcy sfidën e fetarisë. Për me sfidat që të vinë në shkaku i fetarisë, me e shpresu Allahun që Allahu ka me të ndihmu, Allahu ka me të dërguar ndihmën e tij, për me mujt me majtë fejen, për me mujt me nejt nudhe, edhe për mujt domethënë me vazhdu tutje, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dhe ju mbështetni te Allahu nëse jeni besimtar. A je besimtar? A besohet që Allah është një? Besohet që ai ka kriju, këtë ndorë të tij, gjithçka përcaktohet nga ai, e tash mbështetu te kjo tash. Se sunema tu mbështetë vetvetje. Ndaj Allahu subhanahu wa taala na ka edukuar në surën Fatiha me përsit kaq shpesh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë edhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë që ti tan jetën me shosh nuk kjo. Si thelbi i fetarisë, shpresa dhe mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që kush është Zoti jot? Zoti jot, Zoti jam është Allahu, cilit i jena dorëzu. Cilin e besojmë, cilin e adhurojmë, cilit i bindemi, cilin e veçojmë lutje, cilit i mbështetemi, cilin e shpresojmë, cilit i kena frikë, po edhe i na dorëzu. E çka i bëjmë ju dorëzu Allahu subhanahu wa taala? Është pyetja për fenë Allahut. Allahu që këtë pjesën e dorëzimit e kalon te emri Islamit. E këtë inshallah kena ligjërat e nashme, kush është feja jote, që është Islami, që i bie dorëzimi përpara Allahut subhanahu wa taala. Elos Allahu subhanahu wa taala me na mësuar në varr me dhon përgjigje sakt, let edhe me një aromën e xhenetit prej varr. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.